Të nderuar shikuesi, ju përshëndesim përsëri drejt përse drejti nga Pallati i Sportit Sazim Dervishi i Shkodrës. Themi përsëri sepse rreth një orë më herët kemi qenë përsëri drejt për drejt. Kemi qenë përsëri së bashku me portalin Veriu Sport, duke përcjell emocionet e ndeshjes së Superligës së voleybollit për meshkuj, për femra, Vllaznia dhe Dinamo, ndërkohë që tashmë luhet Vllaznia Studenti për Superligën e meshkujve. Në takimin e parë të femrave, fituese u shpall Vllaznia me rezultatin 3-1, një fitore merituar e Vllaznis. Ndërkohë që tashmë në parket janë meshkujt, Vllaznia dhe Studenti, dhe jemi në setin e 4 të ndeshjes. Gjendja e seteve është 1-2 për ekipin e Studentit, i cili ka fituar 2 setet e fundit, 20-25, me të njëjtën rezultat edhe setin e tretë, ndërkohë që seti i parë është fituar nga Vllaznia me shumë rivalitet, me pikë shtesë, 26-24. Sulmi për Studentin, kjo pikë tjetër e Studentit që po ecën pozitivisht, duke avancuar me shifrat e 15-5, kryeson në Studentin në setin e 4, dhe nëse e mban këtë avantazh do të jetë fituesi i kësaj ndeshje. Shërbimi është për skuadrën e Studentit. Qafarena, kapiteni i Vllaznis, atë përsëri ai, dhe pas kombinimit me pasuesin Fation Çekini ka shënuar këtë pikë për Vllaznin, e 6-ta në tabelën elektronike ndaj 15 ekipit të Studentit. Çekini kalon shërbimin. Përsëri është tashmë është Studenti në këtë aksion. Çekini veshi për Qafarenën. Tjetër pikë e Vllaznis, duket që kërkon të mos toleroj Vllaznia në këtë set dhe të rihap takimin, nëse arrin ta fitoj këtë set. Vllaznia e çon me set final, por ky gabim në këto momente i kushton Vllaznis pikën e 16. Vllaznia po luan në këtë ndeshje me Gledis Dhoshin, Saatu Durrën, Endri Juknin, Visar Dheshin, Mario Lugaj, Viktor Bashdari, Fation Çekini, Nikolin Qafarena, kapiteni i skuadrës, Mateo Ceseri, Gersi Jula, Manuel Verdi, Arua de Faria, Gentian Curraj dhe Gilman Talani. Trajneri i ekipit është Artan Kalaja, ndihmës i tij kolegu Ermal Kraja. Ndërkohë që te kampi universitar i Studentit kemi këtë përbërje, është Plutori Jaku, Arjan Hotaj, Daniele Menezes, Filipe Talbot, Florian Picaku, Erlind Isuvi, Elio Schermo, Janis Sullaj, Enrico De Navais, Aldo Dashi, kapiteni i skuadrës, Thomas Sekoja, Erion Zeqiraj, Armando Gaciri dhe Bledi Metani. Trajneri i ekipit është Kestrin Batadhi. Shërbim i radhës për Vllaznin, Qafarena, kapiteni i Vllaznis, kalon shërbimin. Sulmi për Studentin, për bloku i Vllaznis është në lartësinë e dur, Jukni. Çekini për Dheshin, topi për Studentin nga vija 2, kap Jukni, kalon Dheshi. Shumë rivalitet për këtë pikë, që mbes fundit zgjidhet nga numri 7 Filipe Tablot dhe pika 17 e Studentit ndaj 9 të Vllaznis.
tablot në shërbim për studentin Safarena. Topi me vështirësi mbahet në lojë. Jukli, Qekini për Dheshin, që gabon në këtë zhytje 18-9, rezultatin në favor të studentit, një avantazh i 2 fish, pra 9-18, një diferencë e theksuar e studentit që përshkon drejt fitores se këtij seti dhe të gjithë ndeshjes 3-1. Gabon Filipe tablot ai që mori aq mirë pikën e mëparshme. 10 Vllaznia, 18 studenti. Kujtojmë që takimi i meshkujve Vllaznia studenti po gjykohet me arbitër kryesor Roland Mujo në kull dhe Edison Kurti në fushë gjyqtari 2. Vëzhgues nga Federata Shqiptare e Voleybollit është Pedro Feshti. Visardheshi në shërbim. Vllaznia 11, studenti 18. Numri 14 është Gersi Jula, më falni. Jula gabon një moment delikat. Kur Vllaznis i duhet kjo pikë. Dhe Sehat Duro, djaloshi i talentuar shkodran, është tashmë në fushën e lojës. Voleybollisti kampion më të rit, pjesë e familjes sportive, kur kemi parasysh edhe babain e tij, pikërisht handbollistin e shuar Artan Duro, një nga handbollistët dhe trajnerët e karrierës tek Vllaznia, që traditën e tij po e vazhdon më së miri. Sa Duro, numri 5 i Vllaznisë, është në fushën e lojës. Rezultati 11 Vllaznia, 19 studenti. Shërbimi për studentit Plutor Jaku. Dobi për Vllaznin, por e kalon thjesht. Dhe kjo zhytje e numrit 28 Bledi Metani regjuson pikën e 20 për studentin. Ndrim tek Vllaznia, largohet Erion Zeçiraj në lojë Mario Lugaj. Vllaznia po luan në këtë moment me Lugajn, Bashdarin, Duron, Qafarenën, Qeserin, si dhe Gilman Talanin. Shërbimi për ekipin e studentit numri 1 Plutor Jaku. 11 me 20 rezultatin e favor të studentit. Qafarena ka topin e parë. Duro në pasim mjaft mirë. Kombinimi Duro Lugaj provon pikën e 12 për Vllaznin. Pra një kombinacion të rish, voleybollistësh të ri të Vllaznis, pikërisht sa Duro dhe Mario Lugaj, i cili finalizoi. Në lojë është edhe Curaj, në të momente zëvendëson në fushë kapitenin Nikolin Qafarena. Lugaj në shërbim për ekipin e Vllaznis, Mario Lugaj, shërbimi i tij me kërcim dhe ka shënuar drejt për drejt pikën e 13. Kujtojmë që Vllaznia në këtë sezon sportiv nuk ka qenë në nivelin e duhur. Ka qenë kandidate për 4 më të mirat, por si duhet qoftë nuk e ka arritur këtë pozicion, por është në fazën play-off. Ndryshe nga ekipi i femrave që nuk e arriti të mundësi, duke qenë në vendin e 7, mbetet jashtë fazës e play-off. Se play-offit dhe do të luhet tashmë për play-out, për mbijetesë në kategorinë superiore. Pra një sezon do të themi që si për femra dhe për meshkuj nuk ka qenë në nivelin e kërkuar, ndryshe nga objektivat e mëparshme që kanë qenë për të rrjedhur në 4 më të mirat e Shqipërisë. Femrat janë në vendin e 7, janë jashtë zonës e play-offit,
do të luajnë në fazën play-out për mbijetesën në kategorinë superiore, ndërkohë që meshkujt, edhe pse janë poshtë në renditje, kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën play-off me shpresë se do të rikuperojnë në takimet finale të play-offit. Curaj, Duro për Lugajn. Studenti dhe topi mbetet në fushën e Vllaznisë. Pika 22 për ekipin e Studentit, që po shkon drejt fitores, duket se kësaj ndeshje me rezultatin 1-3. Shërbimi për Menezes Lima të Studentit, pasi përpikti sa Durus për Mateo Ceserin dhe vjen pika 14. Në fushë tekniku Artan Kalaja tashmë ka hedhur 4 voleybollistë të ri. Brezi i të ardhmës perspektiva Vllaznisë. Ceseri, Mateo Ceseri kalon topin. Sulmi për Studentin që dallon një hapësirë në zonën e Vllaznisë, në gjysmë fushën Kuçiblu dhe atje dërgon topin. 14 Vllaznia, 23 Studenti, edhe 2 pike ndajnë Studentin nga fitoria e këtij seti dhe kretë ndeshjes me rezultatin 1-3. Duhet theksuar që të dyja skuadrat janë brenda objektivit, e kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën play-off, por po luhet për një ndeshje pak a shumë për dinjitet, një ndeshje morali për të testuar veten të dyja skuadrat, të dyja formacionet për fazën finale. Numri 9, Viktor Bashdari, një tjetër i ri i ekipit të Vllaznisë, që tekniku Kalaja ka besuar në këtë ndeshje. Topi për Studentin, sulmi është për to, ka gabuar. Numri 3, Arjan Hotaj, pika 16 për ekipin e Vllaznisë nda 23 të Studentit. Përsëri Viktor Bashdari në shërbim. Vetëm 2 pikë duhen në Studentit për ta fituar të gjithë ndeshjen, kur ka fituar 2 sete me herët nda 1 të Vllaznisë, dhe vjen pika 24 me protagoniste voleybollistin e huaj Henrico de Novais. Pikërisht ai në shërbim për pikën e fundit lufton tashmë Studenti, 16 Vllaznia, 24 Studenti. Shërbimi për Studentin, kap Ceseri topin e parë, Duro për Lugajn dhe shënon pikën e 25 Studentin dhe 16 Vllaznisë dhe fiton këtë set 25-16 dhe fiton të gjithë ndeshjen me rezultatin 1-3. Seti i parë fitua nga Vllaznia me shifrat 26-24, pastaj 2 sete radhazi të Studentit, 20-25, 20-25 dhe fitoren dhe setin e 4 dhe mblu të gjithë ndeshjen me fitore, me sete, me rezultatin 1-3. Gjithsesi nuk ka ndryshim në pozitat e skuadrave, të dyja skuadrat e kishin siguruar fazën play-off për para kësaj ndeshje, luajtë një ndeshje testuese për fazën finale, e cila fillon së shpejti dhe që të dyja skuadrat janë pjesë e kësaj faze finale. Të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit ju përshëndes për vëmendjen që treguat në ndjekjen e 2 ndeshjeve radhasit e voleybollit të Superligës e voleybollit për femra, Vllaznia Dinamo që u luajt nga ora 16 dhe Vllaznia e drejtuar nga trajnerja Nora Deda doli fitues me rezultatin 3-1, ndërkohë që Vllaznia në voleyboll për meshkuj e drejtuar nga tekniku Artan Kalaja u mund nga Studenti me rezultatin 1-3. Këtu ndajemi dhe ju urojmë një rikthim sërishmi të këndshme në transmetimet tona të drejtë për drejta nga qyteti i Shkodrës. Deri atëherë, miru pafshim.